Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Ke dhimbje koke, kapslëk, stres dhe kujtesë të dobët. Këto vinë si pasojë e mungesës së këtij minerali. Rëndësia e magnezit në ushqimin e përditshëm gjithmonë poze një vend të veçantë. Magnezi është ndër 7 mikroelementët thelbësor më të rëndësishëm në funksionet normale të organizmit. Mirëpo, ulëntimet tregojnë se më shumë se 50% e popullatës e marrin këtë mineral në sasi të vogël. Nëse është e nevojshme, atë mund ta merrni edhe në formën e suplementeve. Simptomat e para të mungesës së magnezit në organizëm janë shqetësime, sindrome këmbëve jo të qeta dhe shfaqje e ngërçeve, pagjumësi, probleme me gjumin dhe lodhjen. Për këto shkaqe, suplementi ndonjëherë është më së i domosdoshëm citon health.com. Bashkë me kalciumin dhe vitaminën D, magnezi është i rëndësishëm në ndërtimin e indeve kockore, metabolizmit, prodhimin e energjisë dhe sintezës së proteinave në thartirat yndyrore. Magnezi ndihmon për këto situata. Dhimbje koke. Magnezi kontribon në zvogëlimin e ndjeshmërisë ndaj stresit të përditshëm dhe zvogëlon shqetësimet e dhimbjeve të kokës te personat me migren. U nevojitet personave me ngarkesa të shtuara psikike. Ajo është gjithashtu një produkt shumë i mirë kundër ngërçeve. Për shkak të humbjes së mineraleve, shumica vuajnë nga ngërçet e muskujve të ekstremiteteve të poshtme. Andaj për zbutjen e ngërçeve rekomandohet marrja e shtuar e magnezit, i cili gjithashtu zbut vështirësinë për të qenë me këtë problem duke ulur kështu edhe shtypjen e lartë të gjakut. Magnezi është një mineral shumë i mirë kundër problemeve të nervozizmit, duke siguruar gjithashtu një mbrojtje më të mirë të shëndetit tuaj në këto situata stresuese. Një dozë nga 200 deri në 400 mg në ditë magnez pengon ngërçet e muskujve dhe ofron ndjenjë të qetësisë së lehtë. Shpesh merret për shkak të veprimit të mirë në sistemin nervor, duke ofruar një zgjidhje më të mirë kundër këtyre situatave stresuese. Magnezi është një mineral i domosdoshëm për shëndetin. Ai është thelbësor për shumë funksione të organizmit dhe jo vetëm. Magnezi shërben në përmirësimin e funksioneve të trurit, shëndetin e kockave, të zemrës, madje edhe në aktivitetin e mirë të muskujve. Sipas informacioneve të Brightside, ai gjendet në ushqimet si avokadot, arrorët, barishtet dhe produktet e bulmetit. Marrja e suplementeve të magnezit në dietën tuaj ndihmon në rregullimin e niveleve të sheqerit në gjak, si dhe përmirëson gjithashtu strukturën tuaj kundër problemit të tretjes siç është edhe konstipacioni, duke u kthyer kështu në një aleat të vlefshëm të trupit në parandalimin e këtyre shqetësimeve. Por sasia e rekomanduar ditore e magnezit ka të bëjë edhe me shumë faktorë të tjerë. Sipas ekspertëve të cilëve u referohemi, nga 6 deri në 8 muaj keni nevojë për 30 deri në 40 mg magnez. Fëmijët nga 1 deri në 3 vjeç kanë nevojë për 80 mg magnez, nga 8 deri në 13 vjeç kanë nevojë për 130 mg magnez në ditë. Gjithashtu është e rëndësishme që magnezi të konsumohet më mirë nga produktet të cilat janë mbimore për të evituar kështu komplikacionet që mund të keni në shëndetin tuaj. Suplementet e magnezit gjenden në forma të ndryshme në varësi të përthithjes së organizmit. Kundër konstipacionit, ekspertët rekomandojnë magnez citrat dhe magnez hidroksid, që përmirëson lëvizjen tuaj të zorëve. Ato funksionojnë si laksativ. Magnezi hidroksid gjendet në formë të lëngshme, ju mund ta konsumoni nga 2 deri në 4 lugje të suplementit të lëngshëm që e blini në farmaci, por duhet ta merrni gjithmonë në mbikëqyrjen e një mjeku. Magnezi është një mineral shumë i rëndësishëm edhe për personat të cilët vuajnë nga pagjumësia. Pagjumësia mund të ndikohet kryesisht edhe nga mungesa e këtij minerali kaq të vlefshëm për trupin, dhe nëse keni mungesë të magnezit, me shumë mundësi po përjetoni pagjumësi. Magnezi është i mirë për një gjumë cilësor. Disa studime sugjerojnë se marrja e 500 mg magnez në ditë ju ndihmon të flini të qetë. Magnezi është i mirë për rregullimin e niveleve të sheqerit në gjak. Studimet konfirmojnë se doza e lartë e suplementit siç është 2500 mg në ditë përmirëson nivelin e glukozës të diabetikët. Megjithatë, duhet ta merrni gjithmonë në konsult me mjekun. Magnezi është i mirë kundër kontraktimeve muskulare. Kërkime shkencore mbi rolin e magnezit në organizëm, sidomos tek muskujt, janë të vazhdueshme. Studimet të cilave u referohemi thonë se marrja 300 mg magnez në ditë zbut simptomat e kontraktimeve dhe dhimbjeve muskulare.
Suplementet e magnezit janë të mira edhe kundër shqetësimeve të depresionit. Mungesa e magnezit do të rrisë rrezikun e shfaqjes së depresionit. Marrja e suplementeve nga 250 deri në 450 mg në ditë do të përmirësojë kështu humorin të personat që vuajnë nga depresioni, citojnë ekspertët. Dozat e duhura të magnezit janë të vlefshme për trupin. Njerëzit që vuajnë nga migrena mund të kenë mungesë të magnezit. Sipas ekspertëve, suplementet prej 600 mg magnez në ditë parandalojnë dhe zbusin intensitetin dhe kozgjatjen e migrenës. Helmimi nga magnezi është diçka e rrallë, por përpara se të vazhdoni në kokën tuaj që të merrni një sasi të lartë të magnezit, gjithmonë duhet të këshilloheni me mjekun ose me specialistin tuaj, në mënyrë që të merrni edhe suplementin në dorën e parë dhe ta evitoni gjithashtu edhe problemin tuaj shëndetësor. Magnezi mund të gjendet kryesisht në ushqime të shëndetshme dhe përfshirja e tyre në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shkëlqyer për të rritur imunitetin. Shumët nuk janë të vetëdijshëm për rolin që luan magnezi në trup. Ky mineral është thelbësor për funksionin imunitar, shëndetin e zemrës, parandalimin e inflamacionit, gjithashtu është i mirë në shëndetin e muskujve dhe të kyçeve. Një mungesë e madhe e këtij minerali në shëndetin tuaj të kockave mund të sjellë edhe probleme të rënda të tyre. Ndaj, ekspertët vazhdimisht këshillojnë përdorimin e magnezit në normën e lejuar për të ndikuar pozitivisht në rritjen e shëndetit të nyjeve dhe parandalimin e komplikacioneve. Ndaj, nëse doni të evitoni këto probleme të shëndetit të kyçeve, duhet të merrni magnezi në dozat e lejuara për të ndikuar kështu pozitivisht edhe në mbrojtjen e shëndetit tuaj dhe jo vetëm. Për shkak të përfitimeve të shumta shëndetësore, është e mjaftueshme që magnezin ta konsumoni edhe nga ushqimet. Kështu që është më mirë të dini se cilat ushqime janë të pasur me magnez dhe cilat duhet të përfshihen në dietën tuaj. Zarzavatet me gjethet e errta. Zarzavatet konsiderohen si një burim i magnezit, por edhe disa minerale dhe vitaminave të tjera. Ju mund t'i hani këto perime të gjalla ose mund t'i ngrohni. Zgjidhje më të mira janë lakra jeshile, rosto dhe spinaq. Ju duhet të përfshini këto perime në dietën tuaj për të marrë magnez mjaftueshëm në trup. Avokado. Avokado është një tjetër ushqim që është jashtëzakonisht i pasur me magnez. Një avokado me përmaso mesatare përmban rreth 58 mg magnez dhe përparësia e këtij fruti është se mund të hahet në përgatitje në mënyra të ndryshme. Mund të hahet i papërpunuar, të paktën të përhapet në bukë dhe do të ofroni edhe një shije më të mirë. Vitaminat dhe mineralet që do të merrni gjatë vjeshtës ndihmojnë gjithashtu edhe në shëndetin tuaj të nyjeve. Arrat dhe farat janë të pasur me këtë mineral, qoftë edhe farat e kungullit, lirit ose lulediellit. Gjithashtu arrat braziliane ose bajame. Këto ushqime do t'i hani rregullisht për nëse doni që të mbani të paluhatur nivelin e magnezit. Peshku gjithashtu është i pasur me këtë mineral. Peshku është një burim i shkëlqyer i magnezit. Tona, sardele dhe skumbri janë në disa lloje të peshqve që kanë në përmbajtje të lartë të magnez dhe acide yndyrore omega 3 si vitamina D. Ekspertët e shëndetit rekomandojnë që të hani peshk të paktën një herë në javë. Çokolata e zezë. Çokolata është gjithashtu e pasur me këtë mineral të rëndësishëm për ju edhe të zgjidhni edhe efektet e saj në shëndetin tuaj, citon The Healthy. Gjithashtu është e rëndësishme që magnezin ta konsumoni edhe në formën e suplementeve për ta marrë në nivele të duhura për organizmin tuaj. Bajamet përmbajnë gjithashtu 105 mg magnez për 1/4 e kupës. Këto fruta të thata janë të pasur me vitaminën E, një antioksidant që forcon sistemin imunitar dhe mbron shikimin. Ato përmbajnë gjithashtu proteinë që ju mbajnë të ngopur si dhe acide yndyrore omega 3 të shëndetshme edhe për zemrën. Farat e lulediellit përmbajnë 128 mg magnez në 1/4 e kupës. Këto fara janë burimi i kalciumit, minerale të rëndësishme për kockat. Janë të pasur me yndyra të pangopura të cilat ndihmojnë në uljen e niveleve të kolesterolit dhe përmirësojnë kështu edhe lehtësimin e problemeve të magnezit në organizëm. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndet. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.